Muadh bin Gjebeli është medinas. Është prej atyre sahabeve që ka pranuar Islamin, llogaritet që ka pranuar Islamin qysh në moshë të hershme, duke qenë si 18 vjeçar. E ka pranuar Islamin, madje ka marrë pjesë në ato takimet e Akabes që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka mbajtur para se të migronte në Medinë. E ka pranuar Islamin në këtë moshë dhe ka vdekur relativisht i ri. Ka vdekur ende pa i mbushur të 40. Por pavarësisht kësaj, për shkak të sinqeritetit, për shkak të dijes, ai ka arritur që hyj në listën e sahabeve më të nderuar, e sahabeve më të çmuar, e sahabeve që kanë tipare që i dallojnë prej të tjerëve. Ka marrë pjesë në të gjitha betejat me Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe pikërisht për shkak të vlerave edhe është angazhuar për shembull në Mekë si mësues i Kur'anit dhe si mësues i fesë, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam ka marrë një udhtim. Po kështu ka qenë edhe i dërguar i tij në Yemen. Muadhi në Medinë është vllazëruar me sahabiun e nderuar, me Abdullah ibn Mesudin. Siç keni dëgjuar, Abdullah ibn Mesudi, Allah të qoftë i kënaqur me të, është njëri prej dietarëve të sahabeve. Është njëri prej dietarëve të ummetit. Dhe ky vllazërim ndërmjet Muadhit dhe ndërmjet këtij sahabiu të nderuar, ndërmjet Abdullah ibn Mesudit, mund quhet si them një lloj vllazërie shkencore e para e llojit të vet në histori. Ne kemi dëgjuar për familje shkencore, pra që janë përkushtuar dijes dhe shkencës si familje, ndërsa në këtë rast ne kemi dy besimtar të cilët janë vllazëruar, i ka vllazëruar feja dhe kanë qenë të dalluar për dijen, kanë qenë të dalluar për vlerat e tyre. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë se Kur'ani merret prej 4 vetave. Në mesin e tyre e ka përmendur Muadhin, e ka përmendur edhe Abdullah ibn Mesudin. Për kitazi me Muadhin, Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra kemi dëshminë e tij, ka thënë se është njeriu që njeh më së miri halalin dhe haramin. Pra është një prej këtyre sahabeve të ditur, i cili përkitazi me çështjet e halalit dhe haramit është referencë.